Festivali i famshëm i filmit në Cannes është i njohur për yjet e mëdhenj të kinemas, tapetin e kuq dhe premierat botërore të filmave më të rëndësishëm të vitit. Megjithatë, këtë herë vëmendjen e publikut nuk e morën vetëm aktorët e listës A, por një protagoniste krejt e pazakont, një qenush shpëtimtar i quajtur Yuri, i cili u nderua me çmimin jo zyrtar por shumë të dashur Palm Dog. Ky çmim, që jepet çdo vit paralelisht me festivalin e Cannes, është një parodi kreative e çmimit kryesor Palma e Artë, por në realitet është kthyer në një vlerësim serioz për performancat më të mira të qenëve në filma. Këtë vit, fituesja ishte Yuri, qenushja që luan në dramën kiliane La Pera, një film që eksploron marrëdhënien emocionale mes njeriut dhe kafshës në një ishull të izoluar. Juria e Palm Dog vlerësoi performancën natyrale të Yurit, duke theksuar se ajo nuk ishte thjesht në rol dytësor, por një element qendror i historisë. Sipas tyre, filmi nuk do të kishte të njëjtin kuptim pa praninë e qenushes, i cili ndikon drejt për drejt në zhvillimin emocional të personazhit kryesor. Çmimi u dorëzua simbolikisht me një jak të kuqe, mbi të cilën shkruhej Palm Dog, duke kthyer momentin në një skenë njëkohësisht serioze dhe të këndshme. Regjisorja e filmit, Dominga Sotomayor Castillo, u shfaq në ceremoni së bashku me një tjetër qenush shpëtimtar të quajtur Apokalipsi, i cili pranoi çmimin në mënyrë simbolike në emër të Yurit. Atmosfera në event ishte e veçantë, me duar trokitje që u përzien në një moment të pazakont festivali, duke i dhënë ceremonisë një karakter të lehtë dhe argëtues. Filmi La Pera, i cili u shfaq në seksionin ansor të pavarur Directors Fortnight, tregon historinë e një gruaje që jeton në një ishull të largët kilian dhe adopton impulsivisht një qenush të quajtur Yuri. Marrëdhënia mes tyre zhvillohet gradualisht dhe bëhet thelbi emocional i filmit, duke treguar se si një kafsh mund të ndikojë thellësisht në jetën e një njeriu të vetmuar. Gjatë diskutimeve për çmimin, antarët e jurisë, si gazetarja e filmit Wendy Michel dhe kritikja Anna Smith, theksuan rëndësinë e rolit të qenushit në narrativ. Sipas tyre, një performancë e vërtetë e një kafshë në film nuk matet me truke apo skena të komplikuara, por me ndikimin emocional që ajo ka në histori. Në rastin e La Pera, Yuri nuk është thjesht një figurë në sfond, por një pjesë thelbësore e rrëfimit. Anna Smith shpjegoi se gjatë vlerësimit të kandidatëve për Palm Dog, juria kërkon gjithmonë filma ku qeni është i domosdoshëm për historinë. Nëse hiqet dhe historia nuk funksionon më, atëherë ai konsiderohet një performancë e fortë. Sipas saj, kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi me La Pera, ku Yuri është zemra e narrativës. Në konkurrencë për këtë çmim ishin edhe disa qenë të tjerë të shpëtimit nga filma të ndryshëm, por Yuri arriti të dalë fituese mes 6 kandidatëve të tjerë. Një tjetër qenë, Lola, u vlerësua me çmimin e madh të jurisë për rolin e saj në dramën britanike A See Building Fall Like Lightning, e cila gjithashtu u shfaq në seksionin Directors Fortnight. Çmimi Palm Dog u krijua në vitin 2001 nga gazetari i filmit Toby Rose dhe fillimisht ishte menduar si një element humoristik brenda festivalit. Megjithatë, me kalimin e viteve, ai është kthyer në një nga çmimet më të dashura dhe më të pritura nga publiku i Cannes. Edhe pse nuk është pjesë zyrtare e festivalit, ka fituar një reputacion të fortë dhe shpesh tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Sipas organizatorëve, kriteret e përzgjedhjes janë shumë serioze. Ata theksojnë se nuk bëhet fjalë vetëm për qenë të këndshëm në ekran, por për performanca që kontribuojnë realisht në narrativën e filmit. Kjo e bën çmimin unik në botën e kinemas, sepse fokusohet në një element që shpesh nënvlerësohet në prodhimet filmike: aktorët kafsh. Fituesit e mëparshëm të Palm Dog përfshin disa qenë tashmë të famshëm në botën e filmit. Një prej tyre është Messi, qeni nga filmi Anatomy of a Fall, i cili u bë aq i njohur sa u shfaq edhe në ngjarje publike dhe intervista televizive. Një tjetër fitues i njohur është Ugi, qeni Jack Russell nga filmi The Artist, i cili ndihmoi në rritjen e popularitetit të racës së tij pas suksesit të filmit. Themeluesi i çmimit, Toby Rose, ka theksuar shpesh se ajo që i bën aktorët qenë të veçantë është sinqeriteti i tyre. Ndryshe nga aktorët njerëzor, ata nuk luajnë role të shtirura apo të ndikuara nga teknika. Performanca e tyre është e natyrshme, e sinqertë dhe pa filtra, gjë që shpesh e bën edhe më emocionale për publikun. Sipas Rose, kjo është arsyeja pse Palm Dog ka fituar kaq shumë popularitet ndër vite. Ai beson se publiku lidhet lehtësisht me kafshët në ekran, sepse ato përfaqësojnë ndjenja të pastra dhe të drejtpërdrejta. Kjo e bën çmimin jo vetëm argëtues, por edhe emocionalisht të rëndësishëm brenda festivalit. Në fund, çmimi i këtij viti për jurin nuk është thjesht një vlerësim simbolik, por një kujtesë se kinemaja nuk është vetëm për yjet njerëzor. Edhe personazhet kafsh mund të kenë një ndikim të fuqishëm në histori dhe në zemrat e publikut. Palm Dog vazhdon të sjellë një anë më të lehtë, më të ngrohtë dhe më humane në një nga festivalet më prestigjioze të botës së filmit.